Në nderim të të rënëve gjatë luftës antifashiste, krerët më të lartë të shtetit mbajtën homazhe në memorialin Nëna Shqipëri. Ishte presidenti i vendit Bajram Begaj, i pari që vuri kurorën me lule për të përkujtuar veprën sublime të dëshmorëve të AD-ut. Pas tij, në mungesë të Niko Peleshit, ishte nënkryetaria e parlamentit, Klodiana Spahiu. Kryeministri Edi Rama gjithashtu nderoi dëshmorët e AD-ut. 5 maj kujton ditën kur u vra Qemal Stafa në vitin 1942, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Me vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri, 5 maj u bë dita zyrtare e përkujtimit të rënëve të luftës. Në nderim të veprës së tyre, çdo vit në varrezat e dëshmorëve kryhen omazhe.